Urgjenca e Spitalit Rajonal të Vlorës po përballon me sukses fluksin e shtuar të qytetarëve që paraqiten me simptoma të gripit sezonal. Gjatë ditëve të fundit, numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur ndjeshëm, kryesisht për shkak të temperaturave të paqëndrueshme dhe për hapjes së virozave të stinës. Sipas mjekëve të urgjencës, grup moshat më të prekura janë moshat e treta, të cilat paraqiten me komplikacione më të theksuara, ndërsa te të rinjtë dhe fëmijët simptomat shfaqen kryesisht me temperaturë të lartë, dhimbje trupi dhe lodhje. Mjeku i urgjencës Veron Beja shpreh se situata është nën kontroll dhe stafi mjekësor po përballon me profesionalizëm fluksin e shtuar të pacientëve. Në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, Beja thekson se vendi aktualisht ndodhet në kulmin e virozave sezonale. Sipas tij, nëse temperatura do të vazhdojnë të mbeten të paqëndrueshme, kjo periudhë do të zgjasë për disa javë të tjera. Ai nënvizon rëndësinë e vaksinimit kundër gripit si një nga mënyrat më efikase për parandalimin e komplikacioneve, veçanërisht tek personat me sëmundje kronike dhe të moshuarit. Zakonisht janë moshat e treta, moshat e thyra që bëjnë komplikacione për shkak të imunitetit ulur. Sepse në rastin kur kanë vetëm temperaturë, në moshat e reja flasim, në moshat që janë aktive, ka qenë një situatë e përballueshme, ka qenë një gjendje virale që pavarësisht kohëzgjatjes është përballuar me sukses dhe pa komplikacione. Megjithatë, mjeku Beja shpreh se një pjesë e qytetarëve kanë humbur besimin te vaksinat, çka ndikon negativisht në mbrojtjen shëndetësore të popullatës. Sipas tij, masat mbrojtëse si higjiena personale, shmangja e ambienteve të mbipopulluara dhe përdorimi i maskave në raste të nevojshme nuk janë asnjëherë të dëmshme dhe duhet të respektohen, sidomos gjatë kësaj periudhe. Se kemi arritur te kulmi, të shpresojmë u kupton sepse varet gjithmonë në bazë të kushteve atmosferike. Nëse nuk ndryshojnë temperaturat, atëherë periudha e virozave do zgjati. Apeli që ne kemi bërë gjithmonë normalisht për vaksinimin e popullatës së riskuar, duhet ajo vaksinë. Njerëzit hezitojnë, njerëzit më kupton janë guruz dhe njerëzit kanë frikë të bëjnë vaksinat për shkak të situatave që kanë kaluar dhe Covidi dhe kanë humbur besimin. Po që apeli gjithmonë qëndron që duhet të bëjmë vaksinimin, ashtu siç bën personeli shëndetësor për të mbrojtur nga viruset dhe nga sëmundjet bashkëshoqëruese, ashtu duhet edhe popullata që të vaksinohet dhe të mbrohet. Atë se është ulur pra besueshmëria ndaj vaksinës, çfarë u apeloni qytetarëve? Apeli gjithmonë është që njerëzit duhet të vaksinohen. Masat mbrojtëse kurrë nuk janë të dëmshme dhe masat mbrojtëse gjithmonë duhet zbatuar. Nëse nuk zbatohen masat mbrojtëse, detyrimisht dhe virulenca do rritet, po dhe sëmundshmëria, shkalla e sëmundshmërisë. Ose në rastin ekstrem, vdekshmëria gjithmonë në këto është në probabilitet për të rritur. Masat parandaluese ose masat mbrojtëse asnjëherë nuk janë dëmshme. Prandaj dhe apeli jon si personel shëndetësor është që njerëzit duhet vaksinohen në periudhën e dur dhe atëherë kur ata kanë mundësi. Mjeku Beja ka dhe një apel të veçantë për institucionet arsimore. Ai këshillon që drejtuesit e shkollave dhe kopshteve të tregojnë kujdes të shtuar, duke mos lejuar pjesëmarrjen në mësim të nxënësve që paraqesin temperatura apo simptoma gripale, me qëllim shmangjen e përhapjes së virusit në ambientet shkollore. Për shkollat detyrimisht që duhet jo në ambiente shumë të mbyllura dhe nëse ata kanë nxënës ose fëmijë të sëmur, normalisht më kupton ata duhet të shmangen, jo që të përjashtohen nga personeli nga shkolla, po që të paktën ata të shmangen në periudhën kur ata janë me temperaturë dhe kur virulenca është shumë e lartë, sepse nëse ata janë të sëmur dhe shkojnë në një ambient të mbyllur, në ambient shoqëror, dhe dim se si lozin fëmijët, më kupton që janë të gjithë me njëri tjetrin, atëherë dhe sëmundshmëria dhe virulenca që mund të transmetohet, më kupton, nga një fëmijë i smur te shokut ose te shoqjet e klasës dhe të shkollës është më e madhe. Sa u përket qytetarëve që kalojnë gripin në kushtet e shtëpisë, mjeku këshillon pushim të mjaftueshëm, marrje të lëngjeve, ushqim të shëndetshëm dhe ndjekje të rekomandimeve të mjekut. Ai thekson se në rast se simptomat përkeqësohen, temperatura zgjat më shumë se disa ditë ose shfaqen vështirësi në frymarrje, duhet patjetër kërkohet ndihmë mjekësore. Gjithmonë këshillat tona janë këto përdorimi sa më i madh i lëngjeve dhe në varësi të simptomave. Antipiretikët në këtë rast janë më se të domosdoshëm dhe në bazë të simptomave atëherë bëhet mjekimi. Nëse ata shikojnë që gjendja rëndohet, detyrimisht duhet të marrin konsultën e mjekut, ose të këshillohen me një mjek familje ose me një mjek specialist. Mjekët apelojnë për qetësi dhe kujdes, duke siguruar qytetarët se shërbimi shëndetësor është në gatishmëri për të ofruar ndihmën e nevojshme gjatë kësaj periudhe të ngarkuar sezonale.